Konkursi poetik Ngjyra në vargje me poezi të poetëve të rinj dhe të vjetër lushnjar u zhvillua për herë të parë sot në ambientet e bibliotekës së qytetit, nga lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve lushnjar me mbështetjen e bashkisë. 71 poezi konkurua në këtë konkurs serioz letrar të poezisë. 3 çmime inkurajuese për poetët e rinj dhe 3 çmime të para u përzgjodhën nga juria profesionale me kryetar Agim Vincën dhe antar Bujar Xhaferi e Agim Bajrami. Çmimin e parë e fitoi poezia Mes tokës dhe diellit të autores Edlira Gorea. Ndryshe nga herë të tjera, nuk preferova të sjell veten time. Doja të sillja secili nga ju. Secili nga ju me ato fitoret e vogla dhe me ato dështimet e mëdha. Secili nga ju në përpjekje që bëni dita ditës. Ju kam në vargje. Dhe ky është përjetësimi më i bukur që unë mund t'i bëj secilit nga ju. Të gjithë ne jemi një. Kryetarja e bashkisë e pranishme në këtë event përshëndeti dhe inkurajoi poetët lushnjar. Kur Emineja më prezantoi disa muaj më parë projektin, patjetër që e mirëprita me shumë kënaqësi, sepse nuk ka më mirë se sa të promovosh talentet e reja krijuese dhe ku më mirë mund ndodhte se sa në Lushnjë ku profesor Agimi i bëri një përshkrim shumë të bukur se sa me fat jemi ne në Lushnjë që jemi të begat në gjitha fushat. Unë doja t'i uroja shumë suksese të gjithë të rinjve që u bën pjesë e këtij aktiviteti. Lushnja është një qytet me tradita kulturore, historike dhe letrare. Këta e pasqyroi më së miri pjesëmarrja e poetëve të rinj dhe të vjetër në këtë mesditë letrare, u shpreh poeti i njohur Agim Vinca. Lushnja është një qytet me traditë letrare, kulturore dhe historike. Lushnja është qyteti i Kongresit Lushnjës. Lushnja ka dhënë artistë dhe shkrimtarë të mëdhenj. Prej Vaçe Zelës e Margarita Xhepës deri te Vaç Koreshi, Fazli Haliti dhe një plejade të krijuesish. Tani këtu pati talente të reja që i bëjnë hapat e parë, disa në poezi, disa kanë pak më shumë përvojë. Sigurisht arti është punë e vështirë dhe përpjekjet për ta rritur cilësinë artistike do duhet vazhdojnë. Kryetarja e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve tregoi që ky event letrar do të kthehet në traditën e muajit maj në Lushnjë. Ne vim faktikisht me një frymë ndryshe, duke i dhënë jetë dhe duke parë poetët e rinj si një shtysë e madhe për Lushnjën. Vargu poetik dhe tradita poetike është e vështirë të ruhet në ditët e sotme, pasi pjesa e mekanizmit, pjesa e vargut, të cilët shumë të rinj mund edhe mos ta zotrojnë mirë, ne shohim në Lushnjë diçka tjetër. Zotrimi i vargut tek të rinj. Gjithmonë themi që rinia e sotme po shkon drejt një digitalizimi të frikshëm dhe po shkon drejt një bjerrje tek pjesa e leximit. Lushnja vjen ndryshe. Lushnja vjen me ngrohtësinë e vargut, vjen me ngrohtësinë tematike.